Edhe tash është unboxing I helmetës Nex. Modeli është XWST3 Pro Zero Carbon. Sot kena me bo unboxing helmetës që kam e përdor Peter gjatë këtij viti, nga në vitin tjetër. Kjo helmet është e brandit Nex helmet, janë prej Portugalisë, brand portugez. Premium brand, në Kosovë mundi me gjetë Autominta, të ventore, që e kam për patësin edhe të vetmit ku mundi me gjetë këtë lloj helmetës e keni këtë. Unë e kom vendosur me ble këtë helmet, për dallim për helmetës më mëdha që e kam përdorur. Që kjo është helmeta, tash e bojnë unboxing edhe çka është puna, këtë një kallëzu që kjo helmet është e brandit Nex dhe modeli është XWST3 Zero Pro Carbon. Tash e shohim çka ka edhe jam të veçil për herë të parë, këta e kam pa veç në për video YouTube-it, po nuk është që e kam qelë se kam dashur me pas një fal reaction me pa dhe jo real, kështu kur të qeli edhe shumë këtë bashkë. Kjo është paketimi që vjen. Looking forward to ride with you. Pishkrika këta. Qa përfshihet në të. Të përfshihet një vajzër, përfshihet është këgja I madh, që vjen që helmeta ishtë dash me pas një pamje këgjat mirë. Qa vjen tjetër, vjen pinloku bashkë me të. Qa publikam të, për shumë në farë manuali për dërimin të nëse. Oh, jo, nice. Ka dhe një mount për kamerë. Të shumë a famin sen tjetër që të. Jo, edhe tash është unboxing I helmetës Nex. Modeli është XWST3 Zero Pro Zero Carbon. Ja, jekom dë vokët. Që kjo është? Shumë e bukur edhe këgja agresive, po? Pilet. Fajzorin e ka qëtë. Qëtë më reqele. Pas ka dhe syzat. Syzat në garanti ka qëtë një farpulle. Tash I zbulojnë a ketë. Kudet, a qëtë I ka. Që. Nësë të më shijet këtyra. Nice. Që për karakteristika që ako mujtë me po dhe me ledzu. Kjo është paka shumë në krasimet që më në më morë janë Shoei GT3 edhe Arai Quantico I saj full face-it. Që të ka për parësit edhe këmetat e veta, para se me provu ka me bo dhe një video që kallëzën ma shumë për të dhe tash për dërimin, që të një sent mire ka që s'ka me vojt helmetat tjera që na prish heke pjesa për me në gjitë në I sena ose në I kardo, të e ki sistemin gati, pjesa ventilimit që të muj me gjitë mountin e kamerës, që kjo është pjesa mrena materialit, që kjo është material që është antibakterial, edhe për djerës, kundër djerësës. Tash e shohëm, qmimi I saj 650 euro. Ka një qmim ka gjatë mirë, por krahasim edhe që fa review-ja shumë e kom pa për të krahasu me Shoein edhe me Arain, dhe pse ato janë normal të brende, po për brend tani duhesh me pagu për senet njëta, duhesh me pagu edhe një 400-500 euro ma shumë. Punt e gjamit, ka pamje ka gjatë mirë, ventilim, e ki 6 pjesë ventilimit hapësira, ka këtë pjesën këtë të mjekra që me tonë lojrin, këtë këtu I jeken për mu pastru, edhe na e shumë tani edhe ku të përdorëm në jetën e përditshme se qysh me ma do këtë. Ka certifikim ICE 226, që është certifikimi ma I fundit I saj, edhe tani të shohëm, kjo është për momentin. Let's go!